Pak minuta më parë, Partia Demokratike nisi foltoren e përjavshme si çdo të hënë përpara zyrës së kryeministrit Edi Rama. Deputetët e Partisë Demokratike dhe qytetarë janë mbledhur para kryeministrisë duke përcjellë mesazhet e tyre. Përpos foltoreve çdo të hënë përpara godinës së kryeministrisë, Partia Demokratike ka njoftuar protestën mbarkombëtare më 22 dhjetor. Përpara se të niste foltorja parlamentaro-qytetare, siç e quajnë demokratët përpara kryeministrisë, policia publikoi planin e masave, duke ndaluar qarkullimin e automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga Ministria e Brendshme deri te sheshi Nën Tereza, si edhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali 2 dhe Ismail Qemali. Edhe në foltoren e sotme, prezenca e qytetarëve ishte mjaft e ulët. Megjithatë, kjo nga demokratët justifikohet me formën që ata kanë zgjedhur. Përveç denoncimit të keqçeverisjes, siç e quajnë ata, të pranishmit, apeluan për pjesëmarrje masive në protestën kombëtare të 22 dhjetorit përballë kryeministrisë. Gjykata e posaçme ka shtyr për më datë 22 dhjetor seancën e shqyrtimit paraprak ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe të pandehurve të tjerë në këtë dosje për shkak të mungesës së avokates së Fatime Kryemadhit, nënës së ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi. Ilir Meta akuzohet për korrupsion, pastrim-parash dhe fshehje pasurie. Seanca e kaluar u shty gjithashtu për mungesë të palëve dhe të gjyqtarës. Gjykata urdhëroi Spakun që t'i dorëzonte Metës fashikujt e dosjes, ndërsa ish-presidenti kërkoi të mos qëndronte në kafaz gjatë seancës gjyqësore, duke konsideruar shkeljet të drejtave kushtetuese. Meta ndodhet në qeli që nga tetori 2024. Spak sqaron se hetimet të nisura në vitin 2019 zbuluan përdorim të influencës dhe pushtetit politik për favorizim biznesesh, shpërblimet premtuara e fshehjet pasurive. Meta dhe të pandehurit e tjerë të kësaj dosje mohojnë akuzat dhe i konsiderojnë ato të motivuara politikisht. Të njëjtën Këshilli Bashkiak i Tiranës pritet të shqyrtojë buxhetin e vitit 2026, por një ditë më parë, deputetja Augerta Manastirliu, deleguar nga kryeministri Edi Rama, ka thirrur këshilltarët e majt për të diskutuar projektin e buxhetit, pavarësisht se nuk mban asnjë funksion në Bashkinë e Tiranës dhe nuk është e zgjedhur nga qytetarët. Ky veprim konsiderohet ndërhyrje politike në kompetencat e pushtetit vendor. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka dërguar një letër në drejtim të Këshillit, duke kërkuar që projekt buxheti të shqyrtohet pas konsultimit me të, pasi miratimi pa pjesëmarrjen e tij do të cënonte mandatet dhe prioritetet e nga qytetarët. Veliaj thekson se zbatimi i buxhetit të vitit 2025 ishte alarmant, një tregues i paralizës institucionale, dhe miratimi 2026 pa konsultim do të institucionalizonte pengimin e funksioneve të tij. Ekspertët e pushtetit vendore shohin këtë situatë si shkelje të kushtetutës dhe ligjit për vetë qeverisjen vendore, pasi Manastirliu po sillet si kryebashkiake de facto, duke drejtuar takime dhe dëgjesa publike për buxhetin, ndonse gjykata kushtetuese e ka rikthyer Veliaj në detyrë. Kjo përfshirje drejt për drejt politike po konsiderohet një precedent i rrezikshëm për autonominë e Bashkisë së Tiranës. Partia Socialiste mblodhi sot grupin e saj parlamentar me në krye kryeministrin Edi Rama dhe numrin 2 të qeverisë, tashmë me vendim të gjykatës kushtetuese të rikthyer në detyrë si zëvendës kryeministra dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku. Në mbledhjen e sotme me të vetët, Rama i udhëzoi të vijojnë punën me komisionet e posaçme, ato për reformën zgjedhore dhe reformën territoriale, pavarësisht bojkotit të dyjave të paralajmëruar nga opozita me në krye Berishën. Ndërkohë kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla theksoi se opozita nuk mund të marrë peng punën e dy komisioneve dhe thirrje për reflektim. Ai theksoi se Partia Socialiste nuk pranon kërcënime apo shantazhe dhe do të vijojë të zbatojë agjendën e reformave duke synuar për mbushjen e angazhimeve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2027. Mbledhja e sotme e socialistëve konsiderohet e fundit përpara seancës përmbyllëse të kuvendit e planifikuar për më 18 dhjetor, ndërsa grupi socialist thekson rëndësinë e përparimit pavonesa në procesin e reformave. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në ambientet e prokurorisë së posaçme për të zbatuar masën detyrim paraqitje. Në një deklaratë për gazetarët nga ambientet e Spakut, Berisha deklaroi se nuk mbështet zgjatjen e mandatit të prokurorëve të Spakut. Sipas tij, 9 vite janë të mjaftueshme për të treguar integritetin dhe aftësinë e prokurorëve. Berisha tha se zgjatjen e mandatit e kërkojnë vetëm ata që bashkëpunojnë me krimin, duke u referuar edhe me raste konkrete. Edhe pse tashmë i përfundon mandati dhe stafetën doja dorëzoi një drejtuesi të ri, Berisha u mor edhe sot gjatë gjërë me Altin Dumanin, drejtuesi në ikje të Spakut, duke lëshuar një lumë akuzash si gjithmonë. Duke komentuar zgjedhjen e drejtuesit të ri të Spakut, Klodian Braho, Berisha vlerësoi zgjedhjen si kushtetuese, por theksoi se procesi i kapjes së drejtësisë nuk qëndron në sallën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ai komentoi po ashtu prezencën e lartë të trupit diplomatik gjatë asaj mbledhje, duke theksuar se nuk ishte vetëm për shfaqje. Sipas Berishës, diplomatët ishin aty për të parandaluar presionet e kryeministrit Edi Rama dhe për të mbrojtur integritetin e procesit. Berisha theksoi se qëndrimi i trupit diplomatik në sallë ishte demonstrativ dhe shërbeu për të penguar çdo tentativë për kapje të drejtësisë, duke garantuar një proces pavarur për zgjedhjen e kreut të ri të Spakut.
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, komentoi sot zgjedhjen e avokatit të ri të popullit Endrit Shabani, duke e theksuar se ai është kandidatura më e mirë e sjell ndonjëherë për këtë post dhe vjen pikërisht nga opozita. Balla u shpreh se Shabani do të betohet në kushtetut ditën e njëjtë dhe theksoi se procesi i zgjedhjes ishte transparent, me 6 kandidatura nga opozita që u futën në votim, ndërsa u përzgjodh njëri prej tyre. Ai shtoi se avokati i popullit nuk duhet ketë ngjyra politike dhe mazhoranca votoi pikërisht kandidatin e propozuar nga opozita duke respektuar këtë parim. Mirëpo ndryshe mendon Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit, Endrit Shabanin, çështje që ka trazuar ujërat në Partinë Demokratike këto ditë. Por Berishën, kryeministri Rama ka treguar zero tolerancë ndaj parimit balancës dhe kontrollit pushteteve. Sipas tij, Rama është i gatshëm të përmbysë çdo standard institucional për të ruajtur edhe një pjesë minimale të pushtetit. Berisha akuzoi mazhorancën se mbajti peng procesin e zgjedhjes së avokatit të popullit dhe më pas emëroi një figurë që i shërben qeverisë, duke cilësuar këtë si grabitje të procesit. Ai shton se zhvillimet e fundit tregojnë se nuk mund të arrihen qëllime që i shërbejnë shoqërisë shqiptare përmes bashkëpunimit minimal me mazhorancën. Sipas Berishës, emërimi i avokatit të popullit u bë në shkelje të parimeve të balancës së pushteteve dhe përfitimi i një figure të afërt me qeverinë është një demonstrim i qartë i kontrollit absolut të Ramës mbi institucionet. Një ngjarje e rëndë u regjistrua mes ditën e sotme në qafën e Llogaras, ku një person u gjeti pa jetë brenda një automjeti që u përfshi nga flakët e më pas u shkrumbua totalisht. Në makinën tip BMW me targ AA 169 YZ nuk u gjetën as arma apo gzhojat, çka nuk vërteton ende pistën e vrasjes. Megjithatë, dyshimet për të mbeten. Dyshohet se viktima është një 35 vjeçar nga Berati, ish efektiv policie. Nga verifikimi i kamerave të sigurisë në zonë rezulton se ai ka hyrë vetëm në llogara. Alarmi është dhënë nga një banor i zonës, i cili njoftoi policin për një makinë që po digjej. Sipas dyshimeve paraprake, 35 vjeçari mund ta ketë spërkatur edhe vetë mjetin me benzinë dhe të ketë hyrë brenda, duke u shkrumbuar nga flakët. Kjo pistë pritet konfirmohet ose rrëzohet nga ekspertiza dhe hetimet e mëtejshme të policisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani vizitoi kryetarin e ri të Mitrovicës Faton Peci për ta uruar për marrjen e detyrës edhe për të diskutuar nevojat e qytetarëve. Mirëpo, vizita ka shkaktuar reagime nga ish-kryeministri Abdullah Hoti, i cili thotë se Osmani favorizon partitë të saktuara dhe shkel paanshmërinë kushtetuese. Kritika erdhën edhe nga Blerta Deliu, e cila e cilëson vizitën si favorizim politik dhe turp të madh. Nga ana e presidencës, këshilltari i Osmanit Bekim Kupina u shpreh se presidentja ka vizituar edhe qytete të tjera që udhëhiqen nga partitë opozitare, duke përfshirë Dragashin, Ferizajin dhe Gjilanin, dhe se pretendimet për mungesë paanshmërie janë të pavërteta dhe tendencioze. Sipas tij, vizita përfaqëson detyrën institucionale dhe nuk cënon neutralitetin e presidentes. Një gjenerat e re nacionalistësh etnik serb po përgatitet për konfliktet armatosura në Bosnjë e Hercegovinë. Media e njohur The Telegraph paralajmëron se qindra militant kanë luftuar në Ukrainë krah forcave ruse duke përdorur rrjetet sociale për të rekrutuar të rinj serb me premtime pagash deri në 23.000 pound. Pas kthimit në Bosnjë, këta luftëtar mund të nxisin tensione paramilitare dhe etnike, duke destabilizuar rajonin. Mes tyre është edhe Dario Ristic, i plagosur në Ukrainë dhe aktualisht në arrest shtëpie, si edhe Davor Savicic, i njohur si Ujku, ish antari i njësisë paramilitare Tigrat e Arkanit dhe koloneli Grus ruse. Ekspertët paralajmërojnë se aktiviteti i tyre i mbështetur nga veteranë të luftës dhe potencialisht nga struktura shtetërore mund të ketë pasoja serioze për sigurinë e Bosnjës, Ballkanit dhe Europës. Trajnimet paramilitare përfshin përdorimin e dronëve dhe metodat për të shndërruar protestat paqësore në trazira të dhunshme duke rrezikuar stabilitetin rajonal. Bisedimet mes delegacioneve të Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Berlin përfunduan rreth një orë më parë. Siç njofton zyra e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski, agenda vazhdon me një darkë pune ku do të marrin pjesë liderë europian, presidenti i Ukrainës dhe negociatorët amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Në darkën e organizuar nga kancelari gjerman Friedrich Merz priten liderët e Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë, Danimarkës, Finlandës, Polonisë, Norvegjisë, Hollandës dhe Suedisë, si edhe presidentët e Komisionit dhe Këshillit Evropian, sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Gjatë raundit fundit të negociatave, negociatorët amerikanë kërkuan Ukrainës të hiqë dorë nga pjesa e rajonit të Donbasit që ende kontrollohet nga Kievi, një kërkesë që Ukraina e refuzoi. Burime për mediat e huaja thanë se qëndrimi amerikan u duki përafërt me atë të Moskës, duke surprizuar palën ukrainase.
Një sulm terrorist i rënd tronditi Australinë, por edhe mbar botën, ku 50 vjeçari Shahid Akram dhe djali i tij 24 vjeçar Navid Akram hapën zjarr në plazhin Bondi gjatë festës hebraike Hanuka, duke lënë të vdekur 16 persona e duke plagosur shumë të tjerë. Atë birë me origjinë nga Lahore, Pakistan, ishin qëndruar 2 javë në një apartament Airbnb për rreth 30 minuta larg plazhit, ku përgatiteshin për sulmin. Në banesë u gjetën pajisje shpërthyese të improvisuara dhe në makinën e tyre flamu islamik, duke sugjeruar lidhje ideologjike me ekstremizmin. Por kryeministri australian Anthony Albanese tha se ata nuk i përkisnin ndonjë organizate terroriste më të gjerë. Para sulmit ata kishin gënjur familjen duke pretenduar se do të peshkonin. Babai kishte një leje armësh prej 10 vitesh dhe posedonte 6 të tilla, të cilat besohet se u përdorën në masakrën e Bondit. Ousmane Dembélé dhe Kylian Mbappé janë 2 kandidatët kryesor për çmimin e lojtarit më të mirë të FIFA-s. Dembélé fitoi topin e artë në shtator pas një sezoni të shkëlqyer me Paris Saint-Germain, ndërsa Mbappé fitoi këpucën e artë europiane duke shënuar më shumë gola se çdo lojtar tjetër në 5 ligat kryesore të Europës sezonin e kaluar. Të dy kanë luajtur bashkë në Paris Saint-Germain përpara se Mbappé t'i bashkojë Real Madridit në sezonin 2024-2025 dhe aktualisht janë shok skuadre edhe në kombëtaren e Francës. Çmimi i lojtarit më të mirë të FIFA-s do të zbulojë se cili nga sulmuesit do të shpallet fitues, duke e bërë këtë një garë të ngushtë mes 2 yjeve të futbollit francez.